përcjellja e porosisë faraonit dhe mënyra e duhur në të cilën kjo duhet të bëhej. Zoti i paralajmëroi Musain dhe Harunin para se të vizitonin faraonin dhe ju tërhoqi vëmendjen që gjithnjë ta përkujtonin atë dhe të mos pushonin së përkujtuari atë. Shko, ti dhe vëllau yt, me shenjat e mia dhe mos u bëni të plogësht e të dobët në të përmendurin tim. Zoti urdhëroi Musain dhe Harunin që të shkonin te faraoni, sunduesi i Egjiptit. Zoti ju shpjegoi atyre se faraoni ishte i pacip dhe grindavec, por megjithatë, ai i urdhëroi ata të përdornin një mënyrë të butë të komunikimit të porosisë së tij tek ai. Shkoni të dy te faraoni, se vërtet ai i ka tejkaluar gjithë kufijt në mosbesim. Dhe i flisni atij butë e shtruar, mbase mund të marrë qortim ose të friksohet prej meje. Siç u theksuan vargjet më lart, përdorimi i një gjuhë të këndshme është një qasje tejet e dobishme që do duhej gjithnjë të përdorej gjatë komunikimit të fesë. Në shumë vargje të Kuranit, rëndësia e zgjidhjes fjalëve të buta theksohet si një rregull i përgjithshëm. Në të vërtetë, Zoti e urdhëroi njeriu të flasë me butësi, bile edhe kur ai me të cilin flet është mendje madh, duke e bërë të qartë rëndësinë e përdorimit të sjelljes së tillë në komunikimin e porosisë së Zotit. Në këtë urdhër të Zotit, Musai edhe një herë hapur shprehu frikën që ndjente në zemër. Ai i tha Zotit për brengosjen e tij, domethënë për frikën që mund të vritej nga faraoni. Ata i thanë: Zoti ynë, në të vërtetë ne kemi frikë mos ai shpejton të na ndëshkojë ose se mos i tejkalon kufijt në mosbesim apo kundër nesh. Ai Musai tha: Zoti im, unë kam vrarë një njeri prej tyre dhe kam frikë se do të më vrasin. Këtu Zoti edhe një herë e përkujtoi Musain se ai ishte me të, duke shikuar dhe dëgjuar gjithçka që ai bënte. Për më tepër, Zoti urdhëroi Musait dhe Harunit të shkojnë te faraoni dhe të kërkojnë prej tij që t'i lejojë bijtë e Izraelit të largohen. Shkoni para te ai dhe thojni: me të vërtetë që ne jemi të dërguarit e Zotit tënd, kështu që lëre fisin e Izraelit të vijë me ne dhe mos i ndëshko ata. Ne të kemi sjellë ty një shenjë nga Zoti yt. Paqja qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin. Vlen të përmendim se nuk sprovohej këtu vetëm faraoni. Kjo gjithashtu ishte edhe sprovë për profetin Musa. Musai i friksoi mundësisë së vrasjes nga faraoni. Megjithatë, çfarë kërkonte Zoti nga Musai ishte më shumë se thjesht një vizitë te faraoni. Musai do të shkonte të kërkonte nga faraoni që të gjithë izraelitët të largoheshin me të. Të shkosh para sunduesit të padiskutueshëm të Egjiptit, të cilit i gjithë kombi i nënshtrohej si një hyjnie, ishte me të vërtetë një detyrë shumë e rrezikshme. Edhe më e rrezikshme ishte t'i thuaj faraonit në mënyrë të qartë se ai ishte në rrugë të gabuar dhe pastaj t'i kërkojë t'i jap lirinë një kombi të robëruar, domethënë të bijve të Izraelit. Sidoqoftë, të vetëdijshëm se ishin në mbrojtjen e plotë të Zotit, Musai dhe Haruni vazhduan detyrën e tyre me sigurinë dhe lehtësinë që Zoti ynë u adhuron atyre. Zoti i përkujtoi ata për këtë të vërtetë, duke i urdhëruar që të mos friksoheshin. Ai, Allahu, u tha: mos u friksoni. Padyshim që unë jam me ju duke dëgjuar dhe shikuar çdo gjë. Ftoi në udhën e Zotit tënd me urtësi dhe me thirrje të ndershme dhe të bukur, dhe bisedo me ta në mënyrën më të mirë. Nuk ka dyshim se Zoti yt e di më së miri se kush është larguar e ka humbur nga rruga e tij, dhe ai është më i dituri për ata që janë udhëzuar. Gjykimi ishte rëmbëruar i faraonit. Në malin Sinai, së bashku me frymëzimin, Musait ju dhurua një urtësi e madhe nga Zoti ynë. Atje Zoti ja ndriçoi mendjen Musait në veçanti në lidhje me dy çështje.
fatin dhe mbështetjen e njeriut në Zotin. Musa i kishte kuptuar se gjithë jeta e tij kishte qenë për brenda kufive të një fatit përcaktuar dhe kishte ndjekur rrugtimin e tij në pajtim me atë fat. Gjithashtu ai kishte kuptuar se s'duhet kishte frikë nga faraoni, por duhet kishte besim në Zotin, sepse Zoti është me të, e sheh atë dhe i ndihmon atij. Me këtë bindje, Musai dhe Haruni kishin shkuar te faraoni dhe paria e tij e ngushtë, të cilëve Kurani ju referohet si një popull keqbërës. Më vonë pas tyre, ne dërguam Musain dhe Harunin me shenjat tona te faraoni dhe prisit e tij. Por ata u sollën me arrogancë dhe qenë njerëz keqbërës, mosbesimtar, mëkatar. Dialogu mes Musait dhe faraonit rrëfehet në Kur'an. Një vlerësim i hollësishëm i përgjigjeve që faraoni i dha Musait zbulon mënyrën e tij teje të paarsyeshme dhe jo racionale të menduarit. Nga ajo që ai tha, ne kuptojmë se në vend që të merrte parasysh fjalët e Musait, ai kërkonte rrugë për ta mposhtur atë dhe për ta akuzuar. Për këtë qëllim, faraoni u përpoq që të binte njerëzit rreth tij ose të impononte arsyeën e tij të shtrembruar tek të tjerët. Dialogu mes Musait dhe faraonit ishte si vijon. Faraoni tha: "Kush është para Zotit juaj, o Musa?" Ai, Musai tha: "Zoti ynë është ai i cili i dha çdo gjëje që krijoi formën dhe llojin e vet, me krijim përsosur, dhe pastaj e udhëzoi drejt." Ai, faraoni tha: "Po për brezat e parë, ç'thoni atëherë?" Ai, Musai tha: "Dija për ta është me Zotin tim në shkresën e duhur. Zoti im as nuk është i pavetdijshëm dhe ai as nuk haron. Ai është i cili e ka bërë tokën për ju si shtrat, shtrirë, dhe ka hapur në të për ju rrugë lidhje. Ka zbritur edhe ujë nga qielli me anë të cilit ne kemi nxjerrë lloj-lloj bimësie, secila në llojin e vet. Hani ju dhe kullotni baktit tuaja në të. Vërtet që këtu ka shenja e prova për njerëzit e brumosur me arsye. Prej saj, tokës, ne ju kemi krijuar, dhe atje ne do t'ju kthejmë ju, dhe prej saj ne do t'ju nxjerrim përsëri edhe një herë tjetër. Në vend se të vlerësonte këtë porosi me mendje të shëndosh dhe ndërgjegje të pastër, faraoni dhe paria e tij e vlerësuan duke u mbështetur në mënyrën e tyre të zakonshme të menduarit, të bazuar në religionin e të parëve të tyre. Sipas besimeve të tyre të kota, faraoni ishte hyjni, larg prej pranimit të idesë së ekzistencës së Zotit. Por kur Musa u asolli atyre shenjat tona të qarta, ata thanë: "Kjo nuk është asgjë tjetër veç se magji e trilluar. Ne kur s'kemi dëgjuar për diçka të tillë nga baballarët tanë të parë." Siç bëhet e qartë në vargun e mësipër, populli i faraonit mendonte se qëllimi i Musait me shpalljen e ekzistencës dhe njësisë së Zotit ishte për të fituar fuqi në tokë, duke shfuqizuar sistemin e trashëguar nga të parët e tyre. Religioni i vjetër i jep të drejtë faraonit dhe parisë tij për përparësitë qarta, dhe ndryshimi i këtij religioni nënkuptonte humbjen e fuqisë faraonit dhe zhvendosjen e autoritetit tek Musai. Prandaj, ata besuan se Musai thjesht kishte ardhur që të shtypte popullin në të njëjtën mënyrë si faraoni. Kjo formë e kufizuar e të kuptuarit të tyre më së miri shprehet në përgjigjen që Musai dhe Haruni morën nga faraoni dhe paria e tij. Ata thanë: "A ke ardhur te ne të na largosh nga ai besim të cilin i gjetën baballarët tanë ta ndjekin dhe që ju të dy të mund të keni madhështi në tokë? Ne nuk do t'ju besojmë ju të dyve." Megjithatë, akuza e shprehur në fjalët "a keni ardhur te ne" për të përfituar madhështi, pushtet në tokë,
nga faraoni dhe pasues të tij ishte thjesht një tentim shpifje pa ndonjë arsyetim të sinqert. Qëllimi i Musait ishte larg dëshirës tij për të sunduar Egjiptin. Ai vetëm kishte kërkuar nga faraoni që të lejonte fisin izraelit largohej nga Egjipti me të. Kërkesa e Musait ishte lirimi i bijve të Izraelit, një kombi të robëruar që ishin duke jetuar në kushte të mjerueshme. Musa i tha: "O faraon, vërtet unë jam i dërguari nga Zoti i gjithë botrave, i detyruar të them për Allahun vetëm të vërtetën e asgjë tjetër. Padyshim që unë kam ardhur tek ju nga Zoti juaj me shenjë të qartë. Kështu që lëre fisin e Izraelit të largohet bashkë me mua." Megjithatë, faraoni, duke refuzuar kërkesën e tij, provoi mënyra të tjera të ndryshme kundër Musait. Një nga këto hile ishte shpërdorimi emocional. Duke ja përkujtuar Musait se si ishte rritur në pallat, u përpoq ta përkujtonte atë për besnikërinë që ai ja kishte borxh atij dhe parisë së tij. Për më tepër, ai u përpoq ta detyronte atë duke ja përmendur burrin egjiptian që ja kishte vrarë pa qëllim. Reagimi i Musait ndaj gjithë këtij keqtrajtimi ishte një reagim i veçantë për një besimtar të vërtet, i cili pa kushte i nënshtrohet fatit të tij dhe është plotësisht i vetëdijshëm për pasojat. Ai, faraoni, tha: "A nuk të rritëm ne ty në mesin ton si fëmijë, dhe a nuk kalove shumë vite të jetës tënde me ne, prapse prap ti bëre atë që bëre? Krim duke vrarë një njeri dhe ishe mosmirënjohës." Ai, Musa, i tha: "Atë e bëra atëhere kur isha në pavetdije për Zotin tim dhe mesazhin e tij. Kështu që ika prej jush kur kisha frikë nga ju. Por Zoti im më dha mua gjykimin e drejtë, urtësinë, pejgamberinë dhe më bëri prej të dërguarve të tij." Musa i shpjegoi faraonit se rritja e tij në pallat nuk ishte një mirësi, por pasojë e shtypjes tij të egër. "Dhe kjo është mirësi e kaluar me cilën ti më qortove mua, ti që ke sllavëruar fisin e Izraelit." Përkundër çfarëdo ngurimi që mund kishte ndjerë më parë, Musa i ja përcolli porosin pa u trembur dhe haptës i faraonit dhe parisë tij sunduese, i vetëdijshëm se Zoti e kishte përkujtuar atë për shoqërimin e tij. Faraoni s'pari pyeti Musain për Zotin ton. Faraoni tha: "E çfarë është Zoti i gjithë botrave?" Ai, Musa, i tha: "Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i gjithë shkaje që ndodhet ndërmjet tyre, nëse doni të bindeni plotësisht." Ai, faraoni, u tha njerëzve përreth tij: "A nuk e dëgjoni se çfarë thot?" Ai, Musa, u tha: "Zoti juaj dhe Zoti i të parëve tuaj, i popujve të mëparshëm." Në përgjigjen e tij, Musa ishte duke shpjeguar se religioni i të parëve të faraonit ishte i pavlefshëm, nga se dhe ata ishin gjithashtu mëkatar. Allahu ishte Zoti i atyre gjithashtu. Duke mos pasur ç'të thoshte në këtë, faraoni u kthye shpifjeve dhe kërcënimeve ndaj Musait. Ai, faraoni, tha: "Vërtet që i dërguari që është sjell tek ju është i çmendur." Ai, Musa, u tha: "Zoti i lindjes dhe i perëndimit dhe i gjithçkaje që ndodhet ndërmjet tyre, veç sikur ta kuptonit, të mendonit." Ai, faraoni, tha: "Nëse ti zgjedh zot tjetër përveç meje, sigurisht që do të fus në burg." Siç shihet, shpjegimet e ngjeshura të Musait dhe shenjat e qarta e vun faraonin në pozitë vështirë, gjë që e shtyri atë të akuzonte Musain për çmenduri. Brenga parsore e faraonit këtu ishte që ti kundër përgjigjej ndikimit fuqishëm që Musai po ushtronte në njerëz. Mënyra e çiltër dhe bindse e fjalimit Musait e gjindosi faraonin. Në fund ai u kërcënua Musait me burgim, po qese do të vazhdonte të mohonte hyjninë e tij. Ky veprim ishte thjesht një shfaqje tjetër e karakterit e egër të faraonit. Në këtë pikë, Musai deklaroi se kishte ardhur me shenja që dëshmonin pejgamberin, profecinë e tij dhe demonstroi dy mrekullitë që Zoti ia dhuroi.
Ai Musai i tha: edhe si kur të sjell ndonjë gjë të qartë dhe të pamohueshme. Ai Faraoni tha: sille pra atë nëse vërtet flet të drejtën. Kështu ai Musai hodhi shkopin. Kur të shohësh, ai u shndrua në një gjarë për të vërtet. Të nxori dorën e tij kur të shohësh, ajo ishte plotësisht e bardhë në sy të gjithë shikuesve. Faraoni dhe paria e tij që po shihnin me sytë e tyre dy mrekullitë mëdha të Zotit të demonstruara nga dora e Musait, menduan se ato mund të realizoheshin vetëm me anë të magjisë. Për të mos pranuar se ishin magjepsur nga këto mrekulli, e bindën njëri tjetrin të mendojnë në këtë mënyrë. Ai Faraoni u tha krerëve rreth tij: vërtet që ky është një magjistar tepër i ditur, i cili dëshiron t'ju largojë nga toka juaj me magjinë e tij. Atëherë çfarë këshille e jepni dhe çfarë urdhëroni? Mendësia e ilustruar këtu është tipike për ata të cilët e mohojnë të vërtetën. Në shumë rrëfime që rrëfehen në Kur'an, ekzistojnë shembuj të shumë të njerëzve të ngjashëm dhe të përgjigjeve të tyre që dëshmojnë një përsjatje të mangët. Kjo gjendje mendore e nënshtruar verbërisht në ndjekjen e besimit të parëve të tyre dhe në mohimin e të vërtetës përkundër shenjave të qarta, nuk ishte e veçantë vetëm për Faraonin dhe parinë e tij. Gjatë historisë, mohuesit gjithnjë kërkonin rrugë të ngjashme shpëtimi. Bindjet e një personi mendje madhe rrëfehen kështu në Kur'an: unë do t'i largoj nga shenjat e mia të gjithë ata që do të sillen me kryelartësi dhe me kundërshti në tokë pa asnjë të drejtë. Por edhe sikur ata t'i shohin të gjitha shenjat, ata s'do t'i besojnë ato. Edhe sikur ta shohin rrugën e udhëzimit të drejtë, ata përsëri nuk do ta bëjnë për vete atë si udhë të tyre. Por nëse ata shohin udhën e gabuar, kjo është udha që ata do të përqafojnë. Faraoni dhe paria e tij parapëlqenin në mënyrë të qartë të ndiqnin udhën e mohimit dhe të skeqjes në vend se të zgjidhin të jenë të udhëzuar drejt. Përkundër këtyre mrekullive, ata vendosën që t'i kundërvihen Musait. Për këtë qëllim, ata kërkuan të ashtuquaturit kundërshtar të Musait, për të cilin besuan se ishte një magjistar. Ata thanë: ndaloni atë dhe vllajën e tij dhe dërgoni lajmtarët në qytet që të sjellin magjistarët më të ditur. Faraoni pohonte se mrekullitë e Musait ishin iluzione magjistari dhe besonte se mund të zhbëheshin nga magjistarët e tij. Prandaj planifikoi të mposhte Musain për të rifituar epërsinë e tij. Ai mund të kishte vrarë Musain dhe Harunin, megjithatë duke shpresuar për një fitore më madhështore dhe më jetë gjatë, ai pranoi këshillën e atyre rreth tij. Kjo i dukej e logjikshme atij. Në të vërtetë, ata megjithatë ishin të dënuar që të përjetonin një disfat të plot nga Zoti, por më tepër, disfata e tyre pasoi ashtu sikur askush nuk e priste. Sigurt në fitoren e tyre përfundimtare, ata lejuan Musain të përcaktonte kohën dhe vendin për ballafaqim. Ai Faraoni tha: a ke ardhur të na largosh ne nga toka jonë me magjinë tënde, o Musa? Atëherë sigurisht që ne mund të sjellim të njëjtën magji si e jotja. Na cakto një takim mes nesh dhe teje që as ne, as ti të mos dështojmë t'i përmbahemi në një vend të hapur ku të dy palët do të kenë mundësi e rast të barabartë dhe ku shikuesit do të dëshmojnë garën. Ai Musa i tha: takimi juaj është dita e festës dhe njerëzit do duhet të mblidhen para dite. Musa i zgjodhi ditën e festës në mënyrë që të gjithë njerëzit të mund të ishin dëshmitar të ballafaqimit. Kjo ishte me të vërtet një zgjidhje e mençur. Në këtë mënyrë, të gjithë njerëzit do dëgjonin porosinë e Musait dhe do të ishin dëshmitar të disfatës Faraonit dhe të magjistarëve të tij. Faraoni pranoi kohën e caktuar. Kështu Faraoni u tërhoq, thuri grackën e tij dhe pastaj u kthye prapë. Musai u tha atyre: të mjerët ju, mos trilloni gënjeshtra kundër Zotit,
që ai të mos ju shkatërrojë plotësisht me ndëshkimin e tij, dhe vërtet që trilluesit e gënjeshtrave do të dështojnë sa s'ka më keq. Pastaj ata e rrahën mirë çështjen mes tyre për atë që duhet bënin, por e mbajtën të fshehtë fjalën e tyre. Ata thanë: vërtet që këta të dy janë magjistar dhe dëshirojnë që t'ju dëbojnë nga toka juaj me magji dhe të zhvlerësojnë mënyrën tuaj të shkëlqyer tjetesës. Kështu që bashkërendoni për betimin tuaj dhe pastaj vihuni në radhë dhe do të jetë vërtet triumfues ai që fiton e përsi këtë ditë. Titujt e sunduesve egjiptian në Kuran. Musai nuk ishte profeti vetëm që kishte jetuar në Egjiptin e lashtë. Profeti Jusuf gjithashtu kishte jetuar në Egjipt shumë kohë para Musait. Në rrëfimet për Musain dhe Jusufin Kuran, ndeshemi me një element që vlen të përmendet. Për t'ju referuar sunduesit e Egjiptit në kohën e Jusufit, fjala Malik, mbreti, përdoret në Kuran. E mbreti Malik tha: ma sillni atë Jusufin me njëherë që ta mbaj pranë meje. Kur i foli atij, Jusufit i tha: vërtet që këtë ditë i qëndron lart në radhët tona dhe plotësisht i besuar. Në kohën e Musait, megjithatë, sunduesit e Egjiptit i referohet me emrin Faraon. Vërtet që ne i dha Musait më parë 9 shenja të qarta. Pyetni atëherë bijtë e Izraelit, kur ai shkoi tek ai dhe Faraoni i tha: o Musa, më duket se ti me të vërtet je i magjepsur. Të dhënat historike të disponueshme tani japin shpjegime për emërtimet e ndryshme të përdorura për të emëruar këta dy sundues të Egjiptit. Në Egjiptin e lashtë, emërimi Faraon fillimisht i referoi pallatit mbretëror. Gjatë sundimit të mbretërive të lashta, sunduesit nuk kishin një titull të tillë. Emri Faraon filloi të përdorej si një sinonim për mbretin egjiptian në mbretërinë e re, duke filluar me dinastinë e 18, 1539-1292 para erës së re, dhe që nga dinastia e 22 përdorej si një epitet i respektit. Prap këtu, edhe njëherë dëshmohen cilësitë e mrekullueshme të Kuranit, pasi që profeti Jusuf jetoi shumë kohë para mbretërisë së re. Kurani i referohet mbretit egjiptian që ishte bashkohës i Jusufit me emrin Malik, e jo me emrin Faraon. Në anën tjetër, Musa jetoi në kohën e mbretërisë së re dhe prandaj sunduesit të Egjiptit që ishte bashkohës i Musait, i referohet Kuran me emrin Faraon. Në mënyrë të qartë, një dallim i tillë nënkupton një njohje të historisë së Egjiptit lashtë. Megjithatë, siç u përmend më herët, historia e Egjiptit vjetër u harrua plotësisht në shekullin e 4, pasi që shkrimi me hieroglife nuk u deshifrua gjërë në shekullin e 19. Prandaj, gjatë periudhës kohore në të cilën u shpall Kurani, nuk ishte e disponueshme një njohuri e thellë e historisë së Egjiptit. Ky fakt është edhe një pjesë tjetër e dëshmisë, në mesin e dëshmive të panumërta që vërtetojnë faktin se Kurani është fjala e Zotit. Lufta e Musait, a.s. kundër magjistarëve. Magjistarët erdhën tek Faraoni nga të gjitha anët e Egjiptit për të shfaqur magjinë e tyre kundër Musait. Faraoni ishte i sigurt për fitoren e tij përfundimtare. Me një ballafaqim të suksesshëm, do të siguroj autoriteti i Faraonit dhe parisë së tij. Në anën tjetër, magjistarët ishin kureshtar të dinin shpërblimin që do të merrnin për disfatën që do t'i shkaktonin Musait. Ata thanë: të sjellin para teje të gjithë magjistarët më të ditur. Dhe kështu erdhën magjistarët e Faraoni dhe pyetën: a do të ketë për ne një shpërblim të mirë nëse dalim fitimtar? Ai, Faraoni u tha: po, dhe për më tepër, ju do t'jeni pas kësaj më të afërmit tek unë. Faraoni po shfrytëzonte rastin që të konsolidonte autoritetin e tij
Gjersa magjistarët menduan se duke qenë të nderuar me të qenit të afërt me faraonin, do të kishin përfitime të caktuara. Magjistarët më të ditur të Egjiptit u sollën kundër Musait dhe Harunit. Nga Musai u kërkua që të vendoste se kush do të fillonte i pari. Ata thanë: "O Musa, a do të hedhësh ti i pari apo të jemi ne të parët që do të hedhim?" Ai, Musa, i tha: "Jo, hidhni ju më parë." Dhe befas, militarët dhe shkopinjtë e tyre prej magjisë tyre ju dukën atij sikur rëshqitnin me shpejtësi. Kur magjistarët shfaqën magjinë e tyre, duke se litarët dhe shkopinjtë e tyre rëshqitnin. Siç merret vesh nga ky varg, të gjithë ishin të mashtruar duke parë litarët dhe shkopinjtë sikur lëviznin vetvetiu. Një gjë meriton vëmendje këtu. Në vargun e mësipërm, ndeshim shprehjen: ju dukën sikur rëshqitnin me shpejtësi. Ky formulim tregon se ato në të vërtetë nuk lëviznin, por kështu i parafytyrohej publikut. Në një varg tjetër, natyra iluzore e kësaj ngjarjeje shpjegohet në këtë mënyrë. Ai, Musa, ju tha: "Hidhni ju të parët." Kështu kur ata hodhën magjinë e tyre, ata i magjepsën sytë e tyre duke u futur të merrin aty. Ata vërtet paraqitën një magji maramendse. Me iluzionet e tyre, magjistarët e faraonit përfituan publikun. Ata ngritën pushtetin e tij me magjitë që i shfaqen, gjë që ata e bënin kinjse me fuqinë e faraonit. Faraoni nga ana e tij ju ofroi përfitime financiare. Shkurtimisht, marrëdhënia e tyre ishte e dobishme për të dy anët. Në përballjen e tyre me Musain, magjistarët ishin plotësisht të vetëdijshëm se faraoni nuk posedonte kurfar fuqie hyjnore. Megjithatë, vetëm nga dëshira që t'jenë pranë për t'i gëzuar përfitimet që do të delnin nga kjo, ata hodhën shkopinjtë e tyre. Kështu vepruan shumë të sigurt për epërsinë e tyre mbi Musain, gjë që edhe e shprehen. Kështu ata hodhën litarët dhe shkopinjtë e tyre dhe thanë: "Me fuqinë e faraonit, vërtet që ne do t'jemi fitimtar." Edhe pse mashtruese, shfaqja e magjistarëve impresionoi masën. Siç shkruan Kur'an, njerëzit u tmerruan. Musai u impresionua gjithashtu. Ai fut tmerri në zemër pasi që litarët dhe shkopijtë e magjistarëve ju dukën dhe atij sikur rëshqitnin me shpejtësi. Megjithatë, Zoti përkujtoi Musain që të mos friksohej. Musa i përjetoi një ndjenjë frike në vetvete. Ne i tham: "Mos u frikso. Sigurisht që ti do të kesh epërsi. Hidhe atë që ke në dorën tënde të djathtë. Ai do të përpijë të bërat e tyre." Kjo që ata kanë bërë është vetëm se një mashtrim magjistari, dhe magjistari s'do të jetë kurrë fitimtar, sado aftësi që të mund të arrijë. I nxitur nga ky përkujtim i Zotit, Musai menjëherë ju drejtua magjistarëve duke ju thënë se shfaqja e tyre ishte një magji e kulluar që do të zhvlerësohej me vullnetin e Zotit. Kur ata shfaqen magjinë e tyre, Musa u tha: "Ajo që ju keni sjell është magji. Allahu padyshim do ta zgjesojë atë, do ta zhvlerësojë. Vërtet që Allahu nuk i drejton punët e të korruptuarve, hiç barzë." Pastaj Musa i hodhi shkopin e tij. Përfundimi i kësaj ishte i tmerrshëm për magjistarët. Shkopi i Musait përpiu magjinë e magjistarëve të faraonit. Dhe ne e frymëzuam Musain duke i thënë: "Hidhe ti shkopin tënd dhe ç'të shohësh." Ai i përpiu menjëherë gjithë magjit mashtruese që ata trilluan. Kështu e vërteta doli në shesh, dhe gjithçka që ata punuan u azgjësua plotësisht. Në këtë mënyrë, ata u thyen atje dhe u kthyen të turpëruar, e tepër të poshtruar. Ndryshe nga mashtrimet iluzore të magjistarëve, Musa i bëri një mrekulli të vërtet me shkopin e tij. Magjistarët
kishin thurur komplot kundër Musait. Megjithatë, Allahu, thursi më i mirë i komplotëve, ndihmoi Musain me një plan që plotësisht zhvlerësoi mashtrimet e tyre. Kështu, komplotet e magjistarëve veç se punuan në dëm të tyre. I pajisur me fuqi të mbinatyrshme nga Zoti, shkopi bëri një mrekulli të vërtetë. Si rjedhoi, ndryshe nga sa është pritur, Musai mposhti magjistarët. Kështu gjithë ishin dëshmitar se premtimi i Zotit ishte i vërtet. Zoti nuk e la Musain vetëm, dhe me anë të kësaj mrekullie e bëri atë fitimtar mbi një prej sistemeve më të fuqishme të kohës tij. Magjistarët përqafojnë besimin. Rezultati i ballafaqimit ishte krejtësisht i papritur për faraonin, për magjistarët si dhe për shikuesit. Magjistarët që ishin aq të sigurt dhe kryelartë për superioritetin e tyre, ishin mundur. Për më tepër kjo humbje e plot ndodhi mu përpara syve të popullit të Egjiptit. Efekti i humbjes ishte madje edhe më i madhi për magjistarët. Shfaqja e tyre, e cila ishte thjesht një iluzion. Ata e dinin shumë mirë që si ishte e vërtet. Ata kishin sajuar mashtrime për të mashtruar njerëzit për të besuar se sistemi i tyre, dhe si rjedhoi sistemi i faraonit, kishte fuqi hyjnore. Megjithatë, mrekullitë e Musait paraqitnin diçka tjetër. Ata kuptuan se shkatësia e tij nuk ishte as iluzion e as një dredhi i magjistari. Shkopi i Musait në fakt kishte gëlltitur dredhitë e tyre. Magjistarët prandaj kuptuan se kjo ishte një mrekulli e vërtetë dhe shenjë e ekzistencës së Zotit dhe një dëshmi e përkrahjes së Musait nga Zoti. Për këtë arsye ata përqafuan besimin dhe magjistarët ranë në sejdë. Ata thanë: "Ne besojmë në Zotin e gjithësisë, Zotin e Musait dhe të Harunit." Në atë moment, i tërë sistemi u përmbys. Faraoni, i cili e sfidoi Musain botërisht, duke qenë tepër i sigurt se do të fitonte, në fakt pësoi disfat, dhe magjistarët e tij në fund besuan Musain. Faraoni nuk mund të pranonte vendimin e magjistarëve. Sipas arsyes tij të qoroditur, ai ishte i vetmi pronar i tokës, madje edhe i njerëzve, dhe mendonte se kishte të drejtë që t'i lejonte apo ndalonte njerëzit që të ktheheshin në një besim tjetër. Faraoni u tha: "Ju i keni besuar atij, Musait, para se t'ju jap unë leje. Vërtet ky është një komplot të cilin ju e keni kurdisur në qytet që të nxirrni banorët e tij prej andej." I mashtruar nga të menduarit e tij të shtrembruar, faraoni u përpoq që të gjente rrugdalje nga kjo situatë. Një mrekulli e qartë sapo kishte ndodhur, dhe pasi që u pasua nga një disfat e turpshme, magjistarët filluan të besojnë në Zotin e Musait. Ajo që do duhej të pritej nga faraoni pastaj ishte që të pranonte botërisht ndodhinë e një mrekullie dhe të pranonte që të udhëzohej drejt. Megjithatë, ai bëri të kundërtën duke i ofruar vetes interpretime të rreshme, duke fabrikuar skenare që dhe ai vetë e dinte se ishin të imagjinuar. Kështu, ai e bindi vetveten se Musai dhe magjistarët kishin bërë konspiracion për të marrë pushtetin mbi Egjipt. Për më tepër, ai pandehu se ishte Musai ai që ua kishte mësuar magjinë atyre. Ai, Musai, është prisi juaj, i cili ua mësoi juve magjinë. Ja se si faraoni dëshmoi për shenjat dhe mrekullitë e pakundërshtueshme të Zotit, por kundërshtoi dhe mohoi të vërtetën. Në të vërtetë, sjellja e tij ishte tipike për të gjithë ata që e mohojnë të vërtetën. Këta njerëz, të vendosur të mos besojnë, i përmbahen kësaj pa marrë parasysh sa të pakundërshtueshme janë shenjat që ju paraqiten atyre. Ata i jepen çfarëdo forme të mashtrimit për të përligjur mohimin e tyre. Në secilën shoqëri dhe në secilën kohë do të gjejmë mosbesimtar të panumërt, të infektuar me kryenësi të palkundur si ajo e faraonit, që kishin mohuar ekzistencën, njësinë dhe drejtësinë e religionit të Zotit. Sidoqoftë, faraoni ishte i vetëdijshëm se kryenësia e tij nuk do ta shpëtonte atë. Humbja e magjistarëve të tij dhe pranimi i besimit në Zotin nga ana e tyre e lëkundi autoritetin e tij në një mas të madhe. Në një mënyrë apo një tjetër, ati u desh të gjente rrugdalje nga kjo situatë
dhe të rivendoste pushtetin e tij. Për këtë qëllim, ai u dha dhunës, duke ju kërcënuar magjistarëve besimtar me torturë dhe vdekje. Megjithatë, tashmë të vetëdijshëm për të vërtetën e porosisë së Zotit, magjistarët ju nënshtruar në Zotit me bindje. Në disa vargje të Kuranit mësojmë për shprehjen e vendosmërisë së magjistarëve në besimin e tyre. Unë do t'u apres duart dhe këmbët tuaja të këmbyera, dorën e djathtë dhe këmbën e majt ose e kundërta, dhe do t'ju kryqëzoj në trungjet e hurmave, dhe vërtet që do t'a kuptoni se cili prej nesh, unë apo Allahu, mund të jap ndëshkimin më të ashpër e më të gjatë. Ata i thanë, ne nuk të përfillim e nuk të vlerësojmë ty për mbi shenjat e qarta që na kanë ardhur, dhe për mbi atë, Allahun, i cili na krijoi ne. Kështu pra, vendos e urdhëro çfarë të duash, pasi ti mund vendosësh vetëm përsa i takon jetës së kësaj bote. Ata i thanë, me të vërtet që ne po kthehemi te Zoti ynë, ndërsa ti hakmeresh mbi ne vetëm pse ne besuam në shenjat e Zotit ton, kur këto mbritën tek ne. Zoti ynë na dhuro durim dhe na bëj të vdesim si musliman. Ata magjistarët thanë, as një dëm, sigurisht që te Zoti ynë do të kthehemi. Shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë mëkatet tona, pasi ne jemi të parët e besimtarve. Si shpjegohet në vargjet e mësipërme, këta njerëz besimtar nuk u dorëzuan para kërcënimeve të faraonit, as nuk ju nënshtruan sepse ata e kuptuan se nëse do të vriteshin, ata do t'i ktheheshin Zotit, i cili është krijuesi i çdo gjëje, gjatë gjithë kohës. Ata shpresonin shumë se Zoti do t'i falte ata për lëshimin e tyre në mohim para se të pranonin besimin dhe qëndrimin e tyre armiqësor që kishin pasur ndaj fesë, sepse Zoti është gjithnjë falës i madh dhe i gjithë mëshirshëm. Që nga i moment, sundimi i faraonit mbi njerëzit u bë gjithnjë e më i dhunshëm. Ai kërkonte të drejtonte njerëzit me anë të fuqisë që posedonte, për shkak të shtypjes që ai bëri. Askush përveç një grupi të vogël të rinjve nga populli i Musait nuk ndoqi Musain. Vetëm ky numër i vogël i të rinjve tregoi guxim dhe sinqeritet për të ndjekur shembullin e magjistarëve. Shumica në anën tjetër nuk e vlerësoi fuqinë e Zotit plotfuqishëm dhe duke mos u friksuar atij, nuk pranuan besimin. Kjo rrëfehet në Kuran si vijon, por askush nuk e besoi Musain përveç pasardhësve të popullit vet, duke pasur frikë se faraoni dhe paria e tij do t'i persekutonin, dhe vërtet faraoni ishte tiran arrogant në tokë. Ai me të vërtet ishte prej atyre që te i kalojnë çdo kufi. Njëra prej atyre që i besuan Musait ishte gruaja e faraonit. Kjo grua bujare, që para kësaj kishte ndarë aq shumë të mirat kësaj bote me faraonin, jo vetëm që mori guximin të braktisë gjithë të pasuri, por gjithashtu ta bënte veten objekt të dhunës së faraonit. Zgjedhja e saj ishte shenjë qartë e një besimi të thellë dhe të sinqertë. Me të vërtetë, së bashku me Marien, a.s., Kurani përmend gruan e faraonit si një grua besimtare, sjellja e së cilës ishte shembullore, dhe Allahu sjell një shembull për ata që besojnë. Bashkëshorten e faraonit kur ajo tha, Zoti im, më ndërto mua tek ti një shtëpi në parajs, xhenet, dhe më shpëto mua nga faraoni dhe puna e tij, dhe më shpëto mua nga njerëzit keqbërës. Përkushtimi i sinqert i gruas faraonit ndaj Zotit është një shembull i shkëlqyer për të gjithë muslimanët. Kjo besimtare e vërtet braktisi pasurinë e kësaj bote, duke pranuar se jeta e vërtet është ajo e përjetshme. Ajo parapëlqeu të mirat e jetës përjetshme mbi të mirat e kësaj jete të shkurtër, edhe pse jetë verbërisht mashtruese. Ajo ju lut Zotit vetëm për një shtëpi në parajs, në xhenet. Padyshim se një lutje e tillë e sinqertë, e përmbushur me një përkushtim shpirtëror ndaj jetës përjetshme, është një shembull i mirë për ata që besojnë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të jenë në kopshtet e bukura të xhenetit. Njeri besimtar dhe pallati. Pavarësisht nga ngjarjet e mbinatyrshme dhe mrekullitë që përjetuan, faraoni dhe paria e tij ju kundërvuan Musait.
Ata insistonin në mohimin e së vërtetës për shkak të arrogancës dhe kryenetësisë tyre dhe shkuan aq larg sa të pohonin se Musai ishte magjistar i cili shfaqi një magji. Për më tepër ata sajuan plane të reja që Musai dhe pasuesit e tij t'ju nënshtroheshin torturave edhe më të vrazhda dhe shtypjes. Dhe pa dyshim që ne dërguam Musain me shenjat tona dhe me autoritet të qartë të faraoni, Hamani dhe Karuni, por ata e quajtën dhe i thanë magjistar gënjeshtar. Pastaj kur ai u solli atyre të vërtetën nga ne, thanë, vrisni bijtë atyre që besojnë me të dhe lini gjallë gratë të tyre. Por për betimet e mosbesimtarëve s'janë veç se të kota e në humbje. Faraoni tha, më lini mua të vras Musain dhe le të thras Zotin e tij të mdaloj. Kam frikë se ai do t'ju ndroj juve fen tuaj ose se ai mund të bëjë që të përhapet në tokë e keqja dhe likësit. Musai tha, padyshim që unë jam mbështetur tek Zoti im dhe tek Zoti juaj që të më mbrojë nga çdo kryeneç që nuk beson në ditën e llogarisë. Faraoni kishte për qëllim të vriste Musai. Ai ishte i përkushtuar të parandalonte vendosjen e një rendi të ri në tokën e Egjiptit që do të pengonte pasurimin e tij të mëtejshëm. Po që se Musai do të arrinte më shumë pushtet, faraoni s'do të ishte në gjendje të sundonte popullin e Egjiptit ashtu si dëshironte ai. Për këtë arsye, ai u përpoq të arsyetonte vrasjen e Musait duke sugjeruar se qëllimet e Musait ishin jashtëzakonisht të liga. Megjithatë, aty u paraqit një njeri nga familja e faraonit, i cili përkrau Musai dhe kundërshtoi mizoritë e faraonit. Dhe një njeri besimtar nga familja e faraonit, i cili e shikte besimin e tij, tha, a do të vrisni një njeri sepse thot, Zoti im është Allahu, dhe tashmë ju ka ardhur me shenja e tregues të qartë nga Zoti juaj? Edhe nëse ai është gënjeshtar, mbi të do t'jetë gjunahu i gënjeshtrës tij, por nëse po e thot vërtetën, atëherë mbi ju do të bjerë nga ai dënim të cilin ai ju premton. Vërtet që Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar i shfrenuar e i papërmirësueshëm. O njerëzit e mi, juaj është mbretërimi këtë ditë, ju jeni më të lartët në tokë, por kush do të na shpëtojë ne nga ndëshkimi i Allahut nëse bie mbi ne? Faraoni u tha, unë ju tregoj juve vetëm atë që unë e shoh të drejtë dhe unë ju udhëzoj vetëm në rrugën e qeverisjes së drejtë. Dhe ai që besoi tha, o njerëzit e mi, me të vërtetë që kam frikë për ju një përfundim si ajo dita e shkatërimit të popujve të shumt në kohët e para, si fati i popullit Nuhut dhe Adit dhe Themudit dhe atyre që erdhën pas tyre. Dhe Allahu nuk dëshiron asnjë padrejtësi për robërit e tij, o njerëzit e mi. Me të vërtetë që kam frikë për ju ditën në të cilën do të jetë thirrje e përbashkët midis banorëve të xhehenemit dhe banorëve të xhenetit, një ditë kur do të ktheni shpinën dhe do t'ja mbathni, duke mos pasur asnjë mbrojtje prej Allahut, dhe cilindo që e humb Allahu, për të nuk ka udhëzues. Dhe me të vërtetë që juve ju erdhi Jusufi në kohën e shkuar me tregues të qartë, por ju nuk pushuat së dyshuari në atë që ai u solli, derisa kur ai vdiq ju thatë, asnjë të dërguar nuk do të çojë Allahu pas tij. Kështu pra, Allahu i humbet rrugën atij i cili është i shfrenuar dhe mosbesues, që dyshon në njësinë e Allahut. Ata që kundërshtojnë shenjat e Allahut pa u ardhur atyre asnjë dije e provë. Kjo është e mjaftë e urryer dhe e neveritur tek Allahu dhe për ata që besojnë. Kësaj pra, Allahu vullos zemrën e çdo tirani kryelar, kështu që ata nuk mund ta drejtojnë veten në udhën e drejtë. Paralajmërimi që u bën nga ky njeri besimtar i pallatit nuk pat ndonjë ndikim tek faraoni, zemra e cilit ishte e mbushur për plot arrogancë dhe ishte e verbuar nga mohimi. Për t'i paraqitur fjalët e tij si të kota, ai u përpoq që tallej me këtë musliman i cili ja kishte tërhequr vërejtjen atij
dhe gjithë popullit e Egjiptit. Faraoni u drejtua ndihmësit të tij, Hamanit, me ironi, duke i kërkuar atij që të ndërtonte një kull. E faraoni tha: "O Haman, ndërto për mua një kull që të mund të arrijë rrugët e qiejve dhe të mund të shohësh Zotin e Musait, por unë me të vërtetë e quaj atë gënjeshtar." Kështu pra në sytë e faraonit u bë joshse dhe si e drejtë e liga e punëve të tij dhe ai që i ndaluar nga udha e drejtë. Dhe qëllimi dhe betimi i faraonit nuk çoi vetëm në humbje e në shkatrim. Faraoni kishte për qëllim që të rimerte kontrollin thjesht duke u tallur. Ai nuk e kishte kuptuar rëndësinë e porosisë, domethënë ekzistencën dhe njësinë e Zotit që ju përcoll nga Musai. Faraoni mendonte se Musai po sugjeronte se Zoti ishte lart në qiell dhe mendonte se asgjë nuk mund shihej prej atje me të hipur atje. Duke u bazuar në këtë kusht, premis, ai mbështeti mohimin e asaj që Musai e përcolli. Duke kuptuar mënyrën e të menduarit gabueshëm të faraonit, besimtari nga familja e faraonit, i cili e kishte mbajtur të fshehtë besimin e tij, filloi t'ia shpjegojë ekzistencën e Zotit dhe të jetës përjetshme e faraonit dhe njerëzve të tij. Ai i paralajmëroi ata për mundimet, vuajtjet e pafund. Ai i thiri ata në rrugën e drejtë dhe ju lut atyre që ta ndjekin atë. Njeriu që besoi tha: "O njerëzit e mi, më ndiqni mua. Unë do t'ju udhëzoj në rrugën e drejtimit të drejtë. O njerëzit e mi, nuk ka dyshim se kjo jetë e kësaj bote nuk është veç se një kënaqësi e shpejtë dhe e përkohshme, dhe sigurisht se jeta e fundit, ajo është banesa që do të mbetet për gjithmonë. Kushdo që bën një vepër të keqe, nuk do të shpërblehet veç se me një tillë si ajo, dhe kushdo që bën një vepër të mirë e të drejtë, qoftë burr apo grua, duke qenë besimtar i vërtet, të tillët do të hyjnë në xhenet, në të cilin do të shërbehet me të gjitha të mirat, pa mas e pa kufi. O njerëzit e mi, si është kjo? Unë ju ftoj në shpëtim, ndërsa ju më ftoni në zjarr. Ju më ftoni të mohoj Allahun dhe të bashkoj me të tjerë në adhurim për krahati, gjë për të cilën unë nuk kam asnjë dije. Dhe unë ju ftoj tek i gjithë fuqishmi, gjithnjë falës i madh. Nuk ka dyshim se ju më ftoni mua të adhuroj një i cili s'mund t'i përgjigjet lutjes time në këtë botë apo në jetën e fundit. Dhe kthimi ynë do t'jetë tek Allahu, dhe pa dyshim se të larguarit prej rrugës drejt, ata do t'jenë banor të zjarrit, dhe ju do t'a kujtoni çfarë po ju them. Dhe çështjen time, unë ja lë Allahut. Vërtet që Allahu është vëzhgues i robërve të tij. Kështu Allahu e shpëtoi atë besimtarin nga poshtërsitë që ata i kurdisën kundër tij, ndërsa njerëzit e faraonit i rrethoi ndëshkimi më i keq. Faraoni dhe shoqëruesit e tij nuk ja vun veshin këtyre paralajmërimeve të këtij besimtarit përkushtuar, i cili ishte nga mesi i tyre. Sidoqoftë, një dënim i madh i priste ata si shpagim për mohimin dhe arrogancën e tyre.